Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Partia Demokratike ka ndruar kandidatin e tyre. Ky insistimi i zotit Kurti për zonën Haxhiu është vërtet i pakuptim në vende shumë më të zhvilluara se vendi ynë. Në situata politike të caktuara ndrohen kandidatët edhe në mes garës. Vetëm vitin e kaluar ju e dini që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Partia Demokratike ka ndruar kandidatin e tyre që ka qenë president i vendit në garën presidenciale. Dhe kjo nuk është parë si diçka e jashtëzakonshme, andaj ky insistim i zotit Kurti për zonën Haxhiu është vërtet i pakuptim dhe është si duket vetëm pasiguria e tij në faktin tashmë të njohur e të ditur e të dëshmuar që nuk i ka numrat për shumicën parlamentare. Unë megjithatë si kryetari i PDK-s do të vazhdoj të insistoj për një çështje që është bllokuese. Ne kemi dhënë propozimet tona, jo vetëm për ndrrimin e kandidatit, kemi propozuar edhe shkuarjen para për qeverinë e partive të opozitës, dhe më vjen mirë që edhe presidentja Osmani Sadriu ka pranuar propozimin tonë si PDK për të thirrur një takim të gjitha partive politike, për çka shpresoj se gjithë të përgjigjen pozitivisht për të shkuar dhe për të shpreh jo vetëm opinionet tona, por për të pasur një diskutim i cili shpresoj të rezultojë me një rrugë përpara si rrugë dalje nga kriza. A mundeni kushdo për juve me amu shmenën Albin Kurtit në herë me ardhë çto edhe me nrrup kandidatën për kryetare, se kjo po duket tepër e vështirë për momentin, e pastaj kusht mundet le të amu shmenën atij vullnetarisht mos më bë kryeministër, sepse unë nuk kam shumë shpresë që është aq konstruktiv sa me bën një gjatë tillë.